Kemi pasur disa telefonata me personazhe të ndryshëm sot dhe unë e di Fif që shqiptarët e Kosovës e kanë shumë të ngulitur ndjenjën e patriotizmit dhe e ndjenjë si pavarësinë e Kosovës, por edhe pavarësinë e Shqipërisë, edhe si një këngëtare e Shqipërisë të Kosovës që ka kënduar dhe këndon prej vitesh, dhuron muzikë të mirë, por njëkohësisht është martuar me një djalë shqiptar, jeton në Tiranë, në pjesë më të madhe të kohës, jo më kohë telefonova. Si e ndjen pavarësinë e Shqipërisë një shqiptar e Kosovës, sa fort i rre zemra? Pa diskutim që më rre fort, po fort fare. Unë tani e kam edhe djalin që është 100% shqiptar. Po. Edhe unë jam 100% shqiptare, pavarësisht që jam prej Kosovë. Tash pse na ka ndarë një kufiz, domethënë që jena ndryshe. Absolutisht. E ndjej jashtëzakonisht shumë, është tash s'do i futem historisë në fol po, qartë. Gjën, rëndësishme është që uroj shumë që këto vitet që po vinë me na bashku akoma ma shumë edhe me zbutit që ka atë smirën edhe me zbut pak hala ma shumë edhe energjinë e keqe, me dash ma shumë njëri tjetrin, kena shumë nevojë për dashuri, kena shumë nevojë për fjalën e mirë, se është pa lek me thonë fjalën e mirë, nuk na kushton asnjë gjë me thonë fjalën pozitive, asnjë njeri nuk e din si po kalon tjetri, dhe sa ma pak me paragjyku është ma mirë edhe ma e shëndetshme, edhe për trunin edhe për shpirtin tonë. Kështu që ju uroj realisht shqiptarëve gëzuar pavarësinë, uroj shumë të na shtohet ato që vetë sa i thash, dëshira për mirësi, me uru të tjetrin, jo me ja uru të keqen, po me ja uru të mirën, me ja uru gëzimin, me ja uru shnetin, se qas po nina, qas po shohem, dhe ku e dion. Qartë, unë do të pyesja në fakt që për posë urimit që ti e bërë në fillim, cila do të ishte kërkesa jote për vetë reflektim për shqiptarë, po sa e the pra, insiston në këtë që të kemi më shumë qasje të mirë ndaj njëri tjetrit, e të zhdukim mallkimet, të shtojmë urimet për njëri tjetrin. Po, se kjo urrëtia në internet, qasja negative, komentet, mjaftu shumë po na dalin ato që po i shohim të kohën kur futemi në rrjete sociale, Instagram, TikTok, qa po shohim në për internet, në për lajme, në për televizion. Na mjaftojnë këto gjërat që po dëgjojmë. S'kena nevojë edhe për këtë urrëtien që e shprehjem. Le të mundohemi atë urrëtie ta nxjerrim në një mënyrë tjetër, ta gjejmë një mënyrë tjetër se si me shpërla vetëm prej energjisë keqe, prej ku dion, mirë do ishte të fillojmë të gjithë nga pak me meditu, me marrë vetëm me të mirë, me e shqyrtu pak këtë energjinë e keqe, sepse kërkujna që kena përbërgjë, as me na e dhona, as me ja u dhona. Shumë e vërtet. Edhe diçka të fundit, unë e di që ti gatuan shumë mirë, do të gatuash në një gjë speciale sot, apo do të dërkoni jashtë me Adisën dhe me djalin? Tani, çunin momentalisht në kam qerë dhe është të festu me klasën për pavarësinë. Mezi po pres me shku me e marë, pa tjetër që do gatuj diçka tradicionale, mezi po pres me shku në shpesë, momentalisht jam në studio të punu, dhe jam të e shfrytzu këtë kohën sa është qunin qerë dhe që pastaj me shku në shpe, do bëhem gati pasi të hatë drejkën, edhe do iki në Vlorë, ku edhe është shpallur pavarësia nga Ismail Qemali. E dashur, unë të falenderoj shumë për telefonatën, për urimin, për fjalët e mira. Të uroj një ditë të bukur në vazhdim edhe suksese. Gjithashtu, edhe unë ju uroj juve një ditë të mbar, një muaj të mbar, një fund vit sa më të lumtur, dhe uroj shumë që 2026 na kapi me gjërat mira, me pozitivitet, me shëndet